shpesh herë eksponent të opozitës kanë thënë që e bëri zajednicën këtë muaj, do ta bëj zajednicën muajin e ardhshëm, po ju e dini që 5 vjet janë 60 muaj, nuk ka zajednicë. Mirdita të nderuar gazetarët e dashur qytetarë, mirë se po takohemi në përurimin e këtij projekti të segmentit të rrugës kryesore Prishtinë-Mitrovic. Punimet në këtë projekt kanë përfunduar për brenda afatit të plot 2 vjeçar, që tregon se kemi pasur dinamik të lartë të punës, efikasitet në realizim dhe bashkë me këto edhe cilësi maksimale në ekzekutim. Mos harrojmë që ky projekt ka nisur në vitin e largët 2009, por nuk u përfundua asnjëherë për shkak se u nis mbrapsht. Ky investim prej 25 milion euro me gjatësi prej 9.6 km është realizuar në bashkëpunim të institucioneve tona me Fondin Saudit për Zhvillim, si dhe Fondin e OPEC-ut për zhvillim ndërkombëtar, për çfarë i falenderoj për mbështetjen dhe kontributin e tyre të çmuar. Projekti është ndërtuar me standarde të larta dhe moderne, e si i tillë sjell siguri, zhvillim e mundësi për të gjithë banorët e zonës, përfshirë kryeqytetin Prishtinën dhe komunat e Vushtrrisë e të Mitrovicës. Projekti është realizuar në 2 vite dhe përfshin zgjerimin e rrugës në 4 korsi, pastaj ndërtimin e bypassit 4.4 km jashtë trasesë ekzistuese e që kalon në për 7 fshatra, dhe gjithashtu ka të ndërtuara edhe 8 nënkalime, 3 mbikalime dhe 1 urë. Kjo nënkupton më pak kohë në trafik, më shumë siguri, qarkullim më të lehtë dhe lidhje të reja të cilët bashkojnë edhe më shumë tër rajonin verior të vendit tonë në Republikën e Kosovës. Qeveria jonë është e angazhuar dhe e përkushtuar që të siguroj menaxhimin më të mirë dhe më efikas të investimeve publike, duke garantuar edhe transparencë edhe llogaritanie, gjithnjë në dritën e përfitimeve maksimale për qytetarët e Kosovës. Në anën tjetër, në këtë mandat të ri qeverisës, qysh në mbledhjen e tretë të qeverisë sonë, e kemi marrë vendimin për procedim për ratifikim në Kuvendin e Kosovës të marrëveshjes së kredisë për projektin e rrugës me shpejtësi të lartë Prishtinë-Mitrovic, ndërmjet Fondit Saudit për Zhvillim dhe Republikës Kosovës, për të proceduar sa më parë edhe me pjesën e mbetur të kësaj rruge, e cila e lidh Prishtinën me Mitrovicën. Urojmë që sa më parë Kuvendi i Republikës të zhbllokohet dhe ky projekt të nisë menjëherë. Ju faleminderit të gjithë atyre që kontribuan për bashkëpunimin, për angazhimin. Falenderoj edhe operatorët ekonomik dhe tash po ja kaloj fjalën ministrit tonë të infrastrukturës dhe transportit, Dimal Boshës. Faleminderit shumë kryeministër. Jashtëzakonisht kënaqësi që je këtu me ne në përurimin e këtij projekti, jashtëzakonisht të rëndësishëm për qytetarët e kësaj zone. Ky projekt, siç e tha kryeministri, 9.6 km, 25 milion euro, që është një rrugë jashtëzakonisht moderne që ka drenazhim në gjithë rrugën, me 4 korsi,
dhe po besoj që lehtëson qarkullimin dhe ofron siguri për këtë qytetarët që qarkullojnë këtë rrugë. E tha kryeministri, këtu përfshin edhe bypassi që i kryen dy funksione, në njërin anë e lehtëson trafikun, në anën tjetër lidhe 7 fshatra. Dhe për këtë ne duhet i falenderojmë donatorët, pra që është Fondi Saudit për zhvillim dhe Fondi OPEC-ut për zhvillim ndërkombëtar, për bashkëpunimin e tyre. Dhe po besoj që lojmi i mirë që sapo e dha kryeministri, që është marrëveshja ndërkombëtare që fillon pjesa tjetër e rrugës 5 Mrekonicës në Mitrovicë, dhe kështu do të kemi një 4 korsi pej Mitrovicës deri në Prishtinë që lehtëson qarkullimin dhe po besoj siç e tha kryeministri, nevojitet aktivizimi i kuvendit për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Unë ju falenderoj gjithëve për durimin, sidomos qytetarëve që kanë pasur për gjithë këto vite këtë rrugë, po është lajm i mirë tani që me qeverinë Kurti po realizohet ky projekt dhe presim të realizohen edhe shumë projekte tjera. Faleminderit shumë. Kryeministër, si keni planuar të janë strukturat apo dokumentet e strukturave paralele serbe dhe si do të integroni ato në ligjet e Kosovës, duke ditur që ato nuk e njohin Kosovën si shtet? Ne veç se po zbatojmë një ligj nga periudha para 13 vjetëve dhe më në fund po zbatohet ligji, do të bëjmë inkorporimin e të gjitha strukturave të cilët janë në sistemin e shëndetësisë dhe të arsimit. Ju e dini që strukturat të tjera ilegale të Serbisë, sikurse ato të sigurisë, pastaj të financave, të administrimit, nuk ekzistojnë më në Republikën e Kosovës, kanë ngelur edhe arsimi e shëndetësia, ato do t'i inkorporojmë, por që ta bëjmë këtë, është domosdoshme që një herë të kemi listën e të gjithë mësimdhënësve, të gjithë mjekëve, infermierëve, të cilët punojnë në këto struktura në sistemin arsimor. Ne nuk dëshirojmë që pacientët serb të ngelen pa trajtim shëndetësor, ne nuk dëshirojmë që nxënësit serb të ngelen pa mësim, por kjo duhet të bëhet në mënyrë legale. E në mënyrë legale do të thotë për brenda kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së Republikës Kosovës, dhe në këtë aspekt po punojmë, duke dhënë edhe një dritare 12 mujore, përkatësisht 3 mujore për qëndrim, pastaj për punë dhe për pajisje me dokumentet e Republikës Kosovës. Ju e dini që afatet të këtilla të ngjashme kemi dhënë edhe kur ka qenë puna për targat e automjeteve, prandaj gjithë shka po shkon siç është më së miri, dhe ky nuk është një veprim politik, ky është zbatim i ligjit, zbatim gradual në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, në mënyrë që në Kosovë të kemi legalizim, normalizim, investime për të gjithë qytetarët pa dallim. Nga opozita është parë kjo si një hap drejt asociacionit për komunat me shumicë serbe. A është kjo një e tillë dhe po ashtu nëse jepet 60 ditë nga gjykata kushtetuese, çfarë kompromisi jeni të gatshëm të bëni për të zgjedhur presidentin e ri? Ju e dini që në këto 5 vite sa jam unë kryeministër, shpesh herë eksponent të opozitës kanë thënë që e bëri zajednicën këtë muaj, do ta bëj zajednicën muajin e ardhshëm, po ju e dini që 5 vjet janë 60 muaj, nuk ka zajednicë. Prandaj e keni një qeveri të Republikës e cila është demokratike, e cila siguron mirëqenie për të gjithë qytetarët, siguri e begati për të gjithë pa dallim. Prandaj të gjitha akuzat e tilla janë të pavend. Këtë më së miri e dinë qytetarët e Republikës që na mbështesin kaq shumë dhe të cilët i gëzojnë frytet e punës tonë, që është obligim dhe përgjegjësi e jona. Ndërkaq, për çështjen tjetër, jemi duke pritur gjykimin e gjykatës kushtetuese, duhet të tregojmë përgjegjësi shtetërore dhe durim politik. Jam optimist natyrisht për të ardhmen. Kryeministër, si keni parë shërbitjet nga shteti serb në afërsitë kufive të Kosovës, fund me ato në afërsitë Gjilanit? Ky është një provokim i Serbisë, e cila natyrisht që dëshiron ta cenoj integritetin territorial dhe sovranitetin shtetëror të Republikës sonë. Bëhet fjalë për njësi të cilat e kanë trajnuar kryekriminalin dhe kryeterroristin Milan Radojičić në banjës të Zveçanit për vrasin e policit të Kosovës, herojit Afrim Bunjaku, por në të njëjtën kohë tregon edhe pafuqinë e tyre, sepse në Kosovë më nuk ka struktura ilegale të cilët mund ta cenojnë stabilitetin institucional, integritetin territorial, sovranitetin shtetëror, paqen dhe sigurinë për gjithë. Dhe nga kjo pafuqi e tyre që të bëjnë diçka brenda Kosovës,
Ata s'kan shkuar aty rrotull kufirit edhe përpiqen që të demonstrojnë forcën. Është provokim, ne për këtë i kemi shkruar faktorëve ndërkombëtar, do ta kem një adresim edhe në mbledhjen e Qeverisë së Republikës Kosovës, e cila mbahet sot dhe ku i kemi afër 20 pika për t'i diskutuar dhe shqyrtuar e miratuar, por forcat tona janë të përgatitura, kufiri ynë është i mbrojtur dhe këtë e bëjmë me Forcën e Sigurisë Kosovës, me Policinë e Kosovës, me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë dhe me partnerët tonë ndërkombëtar në veçanti me KFOR-in. Pra, në njërin anë është e vërtetë që demonstrojnë destruktivitet dhe agresivitet, por në anën tjetër kjo është edhe shprehje e frikës dhe e pafuqisë së tyre që Republika e Kosovës është më e fortë se kur, më e përparuar se kur dhe nuk mund të na ndalin pavarësisht se çfarë planesh kanë apo çfarë dëshirash nuk ju tretën ende. Faleminderit shumë e miropafshim Prishtinë.